Australia, në vend ku unë jetoj, deri në Amerikë, diaspora është me ju. Unë jam kërkuese shkencore në fushën e mjedisit. Jam larguar nga Shqipëria në 2004 për qëllime studimi dhe kam dashur gjithmonë të kthehem në vendin tim dhe kam provuar të kthehem. Dhe dua të them, nuk jam partijake, politike, kam 20 vite që jetoj jashtë dhe nuk kam votuar asnjëherë për asnjë parti. Do doja të thoja shumë të koncentruar që rruga për NVE kalon nëpërmjet respektimit të ligjeve që mbrojnë mjedisin, që mbrojnë zonat e mbrojtura, që mbrojnë, që dëgjojnë popullin. Konventa e Aarhusit është një ndër konventat që të dëgjuar për çdo populli, domethënë vendimmarrja e popullit duhet të dëgjohet për çdo vendimmarrje. Kështu që unë doja të thoja që jam për anullimin e ligjit 21/2024. Do doja të mbrohet laguna e Vjosës dhe Nartës. Dhe kjo kalon përtej fushës së mjedisit, popullit i ka ardhur në maj të hundës. Unë kam një brez të tërë që e kam humbur, nipi im është 15 vite sot dhe nuk e kam jetuar asnjë çast duke jetuar jashtë shtetit. Nëna ime është në pleqëri tashmë. Populli do të kthehet, edhe ata që jetojnë jashtë, nëse do kenë mundësi, do doan të kthehen dhe ta ndërtojnë këtë vend, sepse ne kemi gjithë kapacitetin e mundshëm dhe më në fund shqiptarët u zgjuan. Dhe doja edhe një gjë tjetër, shikoj vetëm dy media këtu, kjo ditë, këto 44 ditë treguan kush janë të shitur dhe kush jo, kush janë servila dhe kush nuk janë. Media duhet ta reflektoj revoltën e popullit, protestat e diasporës. Vetëm në vend 6 njerë jemi mbledhur dhe kemi dalë për çështjen shqiptare, për popullin tonë. Mos të dorëzoni dhe çlirimi është afër.